Duke u lidhur me problemet atmosferike, ne për shembull unë me Blendin dje para lajmëruam qytetarët për pjesën e rreshjeve shirave. Edhe ishte deri diku një hamendësim që rrugët do të mbyllnin, Durrës, Tiranë, autostrada u mbyllën dhe ishte unë në fakt edhe Blendin e pyet atje, e di, me kemi me siguri, dhe kjo më bën tani kurioza, ekziston një sistem alarmi që mund të shkojë qytetarit për ta paralajmëruar që mos të shkojë në një destinacion ku rruga është e mbyllur. Edi po flet nga përvoja italiane e saj. Kemi folur dje se unë qenë se jeni më të rinj se mua, më morët fjalën, këtë desha të thoshja pikërisht. Ju vini nga një përvojë që keni një izoradio 103.3, e cila funksionon dhe në tunelet e Italisë dhe të jep në kohë reale çdo lloj problemi që ka në rrugët e Italisë nga veriu në jug. 103.3 izoradio, po them dhe emrin. Edhe në Amerikë ka një frekuencë stative. I till informacion është kudo në Europë. Ka mbi 20 vjet, sepse unë kam përvojën gjermane, që është e kësaj natyre, që të ndërhyn direkt dhe ke ajo që ti po dëgjon në CD, të ndërhyn në frekuenca dhe thot, stop, kjo lloj rruge është e bllokuar, ju lutem merrni këtë drejtim ose drejt. Është gjëja më e kollajt sot me këtë gjithë të zhvillim të teknologjisë, pse s'po bëhet? Ju lutem t'ua bëj unë pyetjen juve. Nuk e kuptoj sa herë kemi thënë, të merret ose drejtues ata policia ka dhe ata me motor. Po. Në një moment të tillë nëpërmjet radiove mund të informohen, të shkojnë direkt dhe të krijojnë një lloj informacioni dhe me megafon. Është gjëja më e kollajt. Ju lutem, mos kaloni më në këtë drejtim. Është mbyllur rruga. Ky është problemi. Ne informacione kemi më të dobtin. U dha dje një njoftim dhe prapë njerëzit kalojnë në atë drejtim. Tani këtu duhet të shikojmë pastaj edhe atë sistemin ton nervor, që ty të thonë mos kalo nga kjo rrugë dhe prap dyndemi të gjithë në atë pjesë, kjo është për tu diskutuar, ndoshta kemi nevojë për kontroll. Nuk e di, ndoshta ka më pak popullsi, nuk e di se në Itali duke qenë Italia shumë e madhe, disa kryqëzime qytete, nuk e di, Bologna, unë mbaj mend kur merra me makinë nga Pescara në Milano, duhet i shikoja me patjetër gjendjen atmosferike, duhet ta shikoja, dhe kështu që i japin shumë vëmendje. Është gjëja e parë që dëgohet, radio për këtë dëgohet, nëse don ta dish Blendi, për gjendjen e rrugës ku mbyllen dhe ku hapen. Shiko, për shembull, ju jeni një nga ato radio, edhe Google Maps, njerëzit mund të shikojnë. Ju jeni një nga ato radio që unë mendoj se dëgjoheni të paktën rregullisht, për gjitha aspektet që ka. Nuk do të ishte keq, sepse edhe kur e japin disa stacione tjera, për shembull, po themi informacionin për Tiranë, e japin të mangët dhe të pa detajuar, ose thjesht një lloj informacioni, si të themi, për të kaluar radhën. Informacioni për trafikun është shumë i rëndësishëm, sepse të ndihmon radh parë për të zgjedhur rrugën më të mirë, dhe dyta për të vajtur sa më shpejt destinacion, duke shmangur dhe ato grykat e famshme të shisheve në hyrje daljet, sidomos të unazës tonë të madhe. Je shumë i saktë për këtë. Unë do doja thosha vetëm këtë që ndryshe nga rasti i Italisë apo i Gjermanisë që ju përmendët, kur radioja përdoret aty, ata i referohen se jo çdo stacion radio ka një po themi ekip që i kontrollon rrugët. Në Amerikë bëhet edhe me helikopter. Për shembull që dikur, se tani janë dronët e janë këto gjërat e tjera, janë teknologjia zhvilluar, por lidheshin, ishte njëri që qarkonte, ka një film të famshëm dikurshëm, qarkullonte qytetin për televizionet dhe për radiot çdo ditë me helikopter dhe lidheshin me radhë stacionet e ndryshme me këtë personi, ishte një shërbim që ofrohej. Këtu tek ne nuk ka një shërbim, qoftë zyrtar, qoftë privat, që monitoron trafikun, të cilin ti mund ta bësh pjesë të misionit dhe thuash që lidhemi tani që të na thotë se si është gjendja. Praktikisht nuk e kemi informacionin. Praktikisht. Kemi një vit që po flasim për qendrën e famshme të monitorimit të trafikut. Ku është akoma? Ka mbi një vit e ca. Ku është akoma? Të paktën të ishte bërë për Tiranën dhe për rrethinat, se në fundit mbi 60% e aktivitetit jetësor tani po bëhet Tiranë dhe rrethinat, maksimumi deri në Elbasan dhe në Durrës, edhe deri në Fushkruj. Të paktën për këtë të kishte përfunduar dhe ishte vënë në funksion. Ka një informacion të mangët dhe pastaj drejtohemi të gjithë tek ajo gryka e famshme e shishes, sepse ju përmendët pak më parë këto qëndrimet e gjata në trafik. Janë shumë
shumë të lodhshme. Në psikologjinë e një drejtuesi mjetit është një lodhje të skajshme. Unë në shumë raste, dhe këtë u rekomandoj të tjerëve, nëse keni mundësi përdorini unazën e madhe, sidomos te kjo pjesa juglindore dhe deri në atë të kino studios, sepse ka më shumë efikasitet. Kur më duhet të shkoj, po themi në ish kino studio, unë përdor unazën e madhe se bëj 8 kilometra më shumë, por shkoj të paktën çerek orë më shpejt. E kuptoj. Një problem me unazën e madhe që po e përmendim para se të hynim në transmetimin e drejt për drejt është që pavarësisht që unaza mund të qarkullojë relativisht shpejt në vetë trupin e saj, momentin që ti do të marrësh një nga daljet janë, fjala vjen komuna e Parisit, fresku është bërë i famshëm për pritje jashtëzakonisht të gjata, sepse fjala vjen te fresku, nëse ti merr atë pjerrinën për lart për të dalë, është unaza mbi rrugë atje dhe gjithë ata që duan ngjiten fresk janë në një rresht të jashtëzakonshëm për një ti s'del dot. Domethënë nuk është projektuar, nuk është menduar se ku do shkojnë këta njerëz mbasi dalin nga unaza. Pra erdhëm prapë në të njëjtën pikë ku dhe filluam. Projektimi nuk është bërë mbi baza, domethënë ku trafiku të ishte, ose planifikimi i trafikut të ishte pjesa kryesore. Sot me gjithë këtë inteligjencë artificiale dhe me gjithë këtë teknologji, ai projekt mund të ishte zbatuar shumë herë më mirë. Unë nuk e di se ç'kan dashur të bëjnë me ato daljet shumë të vogla dhe problematikën më të madhe sot. Po prap vim tek njerëzit, sepse ti ri në radhë edhe rreth 800 metra për të dalë, pra ti e zbaton, të gjitha ato hyrjet e atyre të paduruarve që të vinë të zënë atë korsinë e dytë, janë rrezik aksidenti. Jo vetëm rrezik aksidenti, po këta të krijojnë dhe një trafik mrapa për të gjithë mjetet që vinë, sepse nëse një korsi është e zënë, nuk arrin dot që dytë kur bëhen në një, po të vesh të shikosh në të gjitha daljet, ti ke trafik të shtuar vetëm për shkak të këtyre personave. Po këtu fillon e keqja që tek zgjidhja inxhinierike. Për shembull, ju përmendet freskun. Ai rrethrotullimi që është sipër është i pamjaftueshëm. Ty të rastis atje të rish ndoshta edhe 20 minuta dhe gjysmore, sepse ti në rrethrotullim nuk hyn dot jashtë rregullit, pra ti zësh rrugën atij që është brenda rrethrotullimit, se nëse do të zbatojë. E di. Pra të gjitha këto pengojnë njëra tjetrën dhe krijohet ky trafik i, domethënë, më shumë se i bezdisshëm. I tmerrshëm.